Kanë bërë betejë shumë eksponentë të Partisë Demokratike. Të gjithë kanë humbur, ka fituar vetëm Sali Berisha. A është kjo një betejë që Sali Berisha mund të humbas? Në Partinë Demokratike? Dëgjoj, brenda Partisë Demokratike. Ka hyrë, në këtë betejë, pas zgjedhjeve, ai ka hyrë me një avantazh në lojë. Ai ka bërë listën. Ka bërë listat. Pra, i ka përcaktuar ai. 44, nga 44 është kujdesur që të mos ketë... Pse kaq është Partia Demokratike, grupi parlamentar? Ai është, e fillojmë nga këtu. Ai është kujdesur që të mos ketë gazdra apo bashra të tjerë që mund t'i bëjnë shkëputjet sobzash të Partisë Demokratike. Është kujdesur në përpilimin e listës. Se ky grup parlamentar është deri shtator aktuali. Po, ky po. Për shembull Dash Sula është deri shtator dhe është jemi akoma s'kemi vajt mes maj. Po nuk qershor, korrik, gusht, shtator, 4-5 muaj. Nuk ka më në efekt janë deputet të zgjedhur tani më. Jo, në qoftë se Gazbardhi që thua ti, ndërmerr një nismë, siç e thatë ju, do t'i bashkohen dhe këta aktualet deputet. Unë them që ai do pres. Do e bëj direkt, do pres si do shkojnë gjërat. Kur fillojnë pushimet e verës? Do pres 16 një herë, 16. Ti mendoj që Gazmet Bardhi do jetë në protestin që është? Jo, do pres, edhe mund t'jetë, nuk e di unë, por nuk e besoj. Gazmet Bardhi, thot Flogert Muça, do jetë në protest datin 16. Jorita Tabaku, unë nuk pres që t'jetë. Në protest? Nuk pres që t'jetë. Për vetë profilin e saj... Tani, ajo zonja rri në krah të ambasadorit të BE-s në tavolinë kur bën këto... Dhe pasaj shkojt proteste kundër ti. Po, zonja Tabaku, mund t'jetë nga ato pjese e këtyre iniciativeve brenda Partisë Demokratike, Flogert? Dëgjoj, unë kam respekt... Se fushata asaj ka qenë shumë mirë. Unë kam respekt në distancë për zonjën Tabaku, por një natë në një studio tjetër jam treguar shumë jashtë për më të. E ndoshta i kërkoj ndjesë sepse... Nuk ta kam frikën këtë... Jo, e ke pas në shumë raste këtë. I kërkoj ndjesë sepse... Pse? Jo se i kam ndikuar unë rezultat, por nuk duhet ta kisha bërë sepse ishte në garë. Por unë kam një vretje për zonjën Tabaku që... Një çik këtu ti kërkon falje Jorita Tabakut? Po, i kërkoj falje që atë natë jam treguar... Zonja Tabaku, Flogert Muça kërkon falje, pse? Jam treguar shumë jashtë për në një studio tjetër, duke thënë që nuk duhet të ishte në listë. A2 CNN... Te A2 CNN, Flogert Muça ka thënë nuk duhet të ishte në listë dhe të kërkon falje. Sot që fitove, unë kam qenë më kritik se ty ndaj. Jo, e di pse e kam bërë atë natë, se dhe e kam shpjeguar. Domethënë, unë e thash me pasion atë që thash atë natë, sepse unë flas me pasion për një gjë që që e vlerësoj. Dhe unë e vlerësoj shumë zonjën Tabaku dhe nuk kuptoj një gjë. Si mund të jetë njeriu as mish as peshk. As këtej as andej. Po, është me votuar apo? Po dakord, po më po them në raport me Sali Berishën, në raport me Partinë Demokratike. Domethënë, një moment dilte në krah, një moment zhdukej aty ku duhet tregonte nëse është pro apo kundër. Pikërisht për këtë kam qenë dhe unë. Dhe paqartësia e zonjës Tabaku ka qenë olimpike. Ndoshta i ka funksionuar në fushat. Kjo lloj paqartësie ka bërë që të votojnë dhe ata që nuk duan doktorin, edhe ata që duan doktorin, se secili ka menduar që kjo ose është ose s'është. Por këtë e kam shqetësim. Dhe unë them që zonja Tabaku, zoti Ali Mehmeti, nuk duhet të jenë atë ditë në protest. E di pse nuk duhet të jenë atë ditë në protest? Pse? Sepse ata ka gjitha gjasa që dalin deputet vetë. Dhe nuk kanë arsye për çfarë protestojnë. S'ka dalë rezultate deri në datë 16. Pra, tani... Qënë them. 14 pra. 2 janë listë... Një do jetë zonjë? Një do jetë zonjë, zonja Iku edhe zotria Ilir është. S'besoj të jetë Meta, mund të jetë Ali Mehmeti se ka punuar më shumë. Pranvera me 2 lule vjen në Partinë Demokratike? Që se i quajmë lule Ali Mehmeti dhe zonjë Tabaku? Nuk vjen e plot, por premton që pranvera e ardhshme t'jetë shumë më e lulëzuar se sa djerri që kemi sot. Jo, unë do thosha që nuk vjen pranvera vetëm me i lule, po nuk e ndalon dot njeri të vi pranvera. Jo, dakord. E me gjitha të ajo rrotullohet. Dakord, po këta 2 janë eksponent interesant të veçantë. Ajo që është shqetësuese është doza e lartë e servilizmit ndaj doktorit dhe... Po për çfarë e bëjnë morë? E morën në qafë për zotë. Po për çfarë? E kanë marrë në qafë.
Se kështë faj Lulzim Basha. E kupton ku jemi tani, Lulzim Basha as mandatin ti themi më fal. Po ndiqe një koleg tonin, nuk po ja zë emrin, nuk ka rëndësi. Dhe që kuptohet çfarë do thot doktori pas gjysmore, ndiqe atë. Dhe është tipologjia e këshilltarit që të merr në qafë. Si do të thonë që Berisha e kanë marrë në qafë këshilltarët? Ose Berisha ka unë nuk mendoj se Berisha pyet atë që po them unë çfarë të bëj. Më tregon një histori flogert një miku ynë që është i vjetër në këtë përth, më i vjetër se mua, që më merri një ditë, unë isha këshilltar, tha, i një gazetari, tha, të dy gazetarë po këshilltar, dhe mori Berisha dhe më tha, kishte një çështje ai, tha, ti je këshilltar i filanit, tha, ato dëgjon, tha, doktor tha, sa i dëgjon ti këshilltar, tha, më dëgjon dhe ai mua. Qa thua flogert? Ku i dëgjon Berisha këshilltar? Nuk e diskutoj, po e kam këtu që këta zotrin që dalin dhe bëjnë amplifikimin e mesazhit të qëndrimit doktorit, që sigurisht janë njerëz të afërtit, kur ulen dhe e diskutojnë narrativën, si ta bëjnë, pra qëndrimin e vendos ai, po si të ndërtojnë fabulën e bëjnë gjithë bashkë. Mund t'i thuhet që, doktor, kjo, le t'i thonë, por ata nuk ja thonë, jam i bindur, ata e besojnë atë që bëjnë. Nuk janë nga ata që dalin dhe shtiren. Dhe ti shef që po e marrin qafë dhe ai po merr veten qafë dhe po merr Partinë Demokratike në qafë, duke mos pranuar një gjë. Mirë më mirë. E drama për ato që thua ti, po ti marr të mirëqena gjitha. Ka përdor ato dhe ka 5 mandate i ka marr nga pushteti. Po të tjera? Ore, 71 ka vetë. Po i ka 71 duhen për qeveri? Po, doktori du t'japi llogari për diçka tjetër. O zotri, ishe 26.3% me Lulzim Bashën 2021. Je 12.3% më poshtë. Ma shpjegon dot? Jo, ma shpjegon dot, po kjo s'ka që shpjegon. Kaq pra, dhe si mër zotri nuk mundet dot Agron Shehajn, Lul Bashën, Dash Shehin, që të merrnin vota. Si të morën vota këta? Këta që i ke lind dhe i ke rrit ti. Si? Si ka mundësi që nuk arritet të bindesh 400.000 shqiptarë këtu brenda vendit, ose më shumë që dilin dhe të votonin? Se mirë ai ka mbajtur ato votat e veta me... Pse nuk e votuan shqiptarët? Nuk e votuan Oland sepse unë e kam thënë për te programeve, për te gjitha këtyre, është besueshmëria që mbjell lideri. Pra, se nuk dua ta përdor si shprehje, edhe pse përdoret në shkenca ose në gjuhën politike, është një kalë që nuk e tërheq dot karrocën. Tani duhet bësh dy gjëra, domethënë në qoftë se ne e themi qe, janë demat që punojnë arën me parmend, e kupton? Në qoftë se kur punon tokën sheh që nuk ecën rendimenti, nuk ta ka fajin parmenda, ndroj qetë. Pra Partia Demokratike duhet ndroj kalin që tërheq parmendën, karrocën e kështu me radhë, sepse nuk aq tërheq, por nuk ka faj ai. Nuk ka faj ai. Është 81 vjeç, nuk është... Po se lëj! 2, kërkon mandatin e 5, nëse 2, nëse 7, 2, 2005, 2013, 2. Dhe ka mbi supe një tuf me dyshime. Por nuk e lëj, më. Ka marrë në qafë Partinë Demokratike, po e çon drejt shkrirjes. Po nuk e lë. Sepse titulli është nga humbja vim në humbje shkojnë. Në humbje shkojnë, po sepse o qafok, ai ka bërë diçka, se e pas kam me kafshët. Një qenë po e rrahet që të vogël, të ka frikë dhe kur të rritet.